Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron. Gracias mami por parirme aquí. Me që në protest nuk shkojmë dot sepse kam ditëlindjen, sot e kam menduar temën e ditëlindjes për flamingot në ngjyrë roz që ta bëjmë bukur fare. Okej, do ju tregoj pak dekorin në ambientet e jashtme tek pishina. A i keni marrë vesh lajmet e fundit? Hati ditëlindja 21 dhe le të festojmë një fest ikonike, siç më shkon. Normalisht një tavolinë për koktelin ku do presim të ftuarit para se të futemi tek tavolina gjigande e madhe. Born to be an absolute iconic diva që në 2005. Tani welcome to Hati comment section. Tani kemi disa komente tipike, nga ato komente që më bëni ju në TikTok. Siç mund ta shikoni, janë shumë ironike, nëse rini ta kuptoni. Ktu kemi edhe një photo booth për të bërë foto me të ftuarit, edhe një boss lady siç jam vet. Pasi e printuam foton, tani do e ngjisim te ky albumi me kujtime nga ditëlindja dhe unë do jem në faqen e parë. O, sa cute. Tani këtu do ndodhe gjithë magjia. Shikoni pak se sa bukur është dekoruar ambienti për ditëlindjen time. Siç jeta ime është vetëm look, sot kam zgjedhur për dekorin vetëm luxury events, edhe ma ka qarë. Për të gjitha detajet kam menduar luxury events dhe kanë dalë të gjitha në mënyrë perfekte. Kjo rozja ka që bukur, moderne, nuk e di detajet, çdo gjë në mënyrë perfekte. Le të filloj festa. Kishte ardhur koha për t'i ndryshuar ngjyrën bukuroshes time pink që tani do ndryshoj emër. Unë e kam dashuruar këtë makinë në ngjyrën roz, thjesht doja një ndryshim, ta bënim një ngjyrë më serioze, më të bukur, pse jo? Dhe isha midis këtyre dy ngjyrave. Vi pas disa ditësh, gjithmonë makina më është bërë në kohë rekord dhe për 3 sekonda do e zbulojmë ngjyrën. Kaq e bukur, o zoti madh, ka marrë komplet një nurë tjetër, duket si makinë e re, e kuqe, e mbyllur si çokoladë, si vishnje, nuk e di, domethënë të gjitha nuancat në një. Kisha hall mos bëhesha pishman për ngjyrën, sepse ajo roza më pëlqente shumë, ama me këtë është një tjetër nivel, edhe punimi që është bërë letrës tek The Tint Expert është 10 nga 10, nuk e di, domethënë nuk ka dalë fabrik. Ika unë të shijoj makinën time të re në ngjyrën më të bukur që s'ja kam parë askujt nëpër Tiranë dhe do jetë gjëja më e veçantë që mund të shikoni në rrugë dhe mos bëni foto, vetëm video.